E di se cila e gjëja që më pëlqen më shumë kur bëj një porosi? Momenti kur më vjen porosia me të emër, me pak fjalë me emrin e faqes. Si që edhe shikoni, kam porosi të diçka tek Moda. E di ato është. Kjo është çanta ime e re. Një çantë me shinë, tek e cila unë do fus të gjitha rangullat e mia, shpinë time, që do ta marr me vete, do që shkoj. Se kështu jam bërë tani, kam një çantë edhe të fus çdo gjë që më duhet për të vazhduar ditën. Deri tani kam pasur këtë çantë, një fesë. Kjo në fakt është një tote bag, edhe këtë e kam bler po te Lux Moda. Kam një vit që e përdor, por ka filluar të grisë sepse siç mund ta kuptoni, një vit kjo e di se çka ka hequr. Sepse unë marr iPadin me vete. Edhe karkuesat e çdo telefoni të mundshëm që unë kam me vete. Marr një çadër sepse koha nuk dihet asnjëherë. Kjo video e do që çfarë ka në çantën time. E që para më ka jetur, do rregulloj çantën tjetër tani dhe do heq një pjesë shumë të mirë të gjërave që kisha te kjo çanta, sepse këtu kishte edhe gjëra që unë nuk i dija fare që kisha. Po thjesht me që kjo çanta ajo shumë keq tani dhe. Edhe më ngelem rrugës me këta. E ndrova. Dan. E posa roti soja. Ka kushtuar vetëm 6.000 lek. Dhe për 6.000 lek, bashkë me postën shkoj 8.500. Dhe për 8.500 lek, si kur të roj vetëm gjysmë viti, jo një vit, se ajo tjetra kushton dhe 4.000 lek, bashkë me postën në ato kohë që ishte 3.000 lek, shkoj 7.000 lek, të me thënë total. Dhe e mbajta për një vit. Dhe kjo si kur të shkoj gjysmë viti, jo një vit, për 8.500 lek, nuk është asja, po që materiali është goxha i fortë dhe mendoj që do rohet më shumë. Kështu, prandaj blej unë çantat e lira, sepse nuk ja vlen që të shpenzoja shumë lek, ndërkohë që do ja marr shpirtin deri në pikën e fundit, domethënë. Kështu. Kjo ishte edhe videoja për sot. Do shikojmë me një video tjetër. Bye!